Dita ndërkombëtare e fëmijëve ka kthyer qendrën e qytetit të Rrëshenit në një arenë festive gjatë pasdites të së mërkurës. Kjo ditë është festuar në një mënyrë krejt të veçantë në këtë qytet, ndërsa protagonistë të festës janë bërë vogëlushët e Kopështit. Të veshur me kostume tradicionale të zonës dhe me tumbullaca në duar, fëmijët kanë parakaluar nëpër rrugët e qytetit për t'u ndalur më pas në sheshin kryesor. Këngët dhe vallat janë përformuar më së miri nga këta vogëlush, të cilët në festën e tyre shpalosën edhe vlerat kulturore dhe artistike të treves së mirëditës. Gjithçka ishte përgatitur me detaje nga edukatorët e Kopështit, të cilët kishin nisur provat prej disa javësh për një aktivitet të tillë. Rreshjet e shiut nuk i penguan qytetarët, të cilët kishin mbushur sheshin për të ndjekur performancën e fëmijëve. Aktiviteti i cili ju ishte kushtuar i gjithë i fëmijëve ka zgjatur deri në orët e mbrëmjes, ndërsa duke i qartë gëzimin që kishte çdo vogëlush, teksa përcjellnin këtë atmosferë festive në qytetin e tyre. Fëmijët e Kopështit të Rrëshenit janë në çdo rast feste promotor të aktiviteteve të ndryshme, ndërsa gjithçka është bërë mundur, fal për kujdesit dhe pasionit që tregojnë edukatorët e këtij Kopështi.